Shumë të nderuar dhe dashur fermer dhe fermere, sepse nuk janë vetëm burra. Është vërtet me rëndësi që takohemi këtu sot në një moment kur sapo kemi nisur një mandat të ri, i cili për nga pesha e sfidave është mandati më i vështirë i qeverisjes së vendit, por fatmirësisht këtë peshë na kanë bërë më të lehtë shqiptarët. Na keni bërë më të lehtë ju dhe të gjithë ata që si ju na kanë dhënë plot 83 mandate që të kryejmë me sukses negociatat për anëtarësimin në Bashkinë Evropiane dhe t'i vendosim vulën evropiane transformimit të nisur 3 mandate më parë. 3 mandate më parë, nga kur sot kemi trefishuar prodhimin e serave dhe si rezultat kemi faktikisht rritur ndjeshëm konkurrueshmërinë në një sipërfaqe serash që sot ka prekur 2200 hektarët. 3 mandate nga kur kemi arritur të rrisim në mënyrë të pamendueshme deri disa vite më parë prodhimin e perimeve që i është afruar 1500 milion tonëve.